Trunks gëzuar ditëlindjen dhe urime për kthimin në tokë. U bësh edhe 100. Gëzuar! Faleminderit! Hey, Trunks, sa vjeç u bëre tani ti? Jam 9 vjeç. 9, the? Më dukesh pak i shkurtër për të qenë 9 vjeç. Edhe këta e thua ti, kështu, a? Në fakt, Sajanët kanë një vrull rritjeje diku te 15 vjeç. Po, kjo ndodhi edhe me ty, apo jo? Por, më duket se Vegeta nuk u bë aq i madh, të paktën me aq sa di unë. Mos doj që të kemi sherr tani. Po këto? Supremi Kaiosama! Çfarë jeni duke bërë këtu ju të dy? E po, kisha disa punë të tjera për të mbaruar. Me të vërtet? A nuk u bashkua aty të dy me potarat? Unë mendoja se kjo mund të shbëhej. Si arritët ta bëni? Ma tregoni edhe mua këtë, nuk duhet që ju ta mbani sekret. Ti dhe Vegeta u bashkuat me potarat, por kur juve ju përthithi Majin Buu, nuk e di për çarsye nuk u realizua dhe ju ndat përsëri. Ne na u kujtua kjo gjë dhe i kërkuam Busanit që ta provoj përsëri një gjë të tillë. Kur unë i thitha ata dhe i thava, ata përfunduan të ndarë. Me sa duket të trupi i Majin Buus prodhon një gaz misterios që mund të rikthej një shkrirje të potaras. Mjaft tani. Në fund fare ju nuk deshe që të bashkoheshit. E po, Kibito është pak i lodhur. Ti nuk ndalesh kurrë më mahnitur i Goku. Ti vërtet i kërkove Sheronin që ta kthente Buun në një djalë të mirë dhe ta linte atë që të qëndronte në tokë. Po e kërkoj vërdall, por Gohan nuk pas ka ardhur ende, apo jo? Gohan po mban pak distancë, ai tha se ka qenë i zënë me studimet. Vërtet është gjithë kohës mbi libra. Me sa duket, ai nuk mund të studiojë shumë me gjithë këto luftime që po bëhen. Më mbush barku plot. Vegeta, a do të stërvitesh? Shumë mirë. Dhe ja, ata filluan përsëri krejt papritur. Thjesht injoroj ata.